Në një sër deklaratash të ashpra për median, Sali Berisha ka cilësuar procesin zgjedhor të 11 majit si farsë më të shëmtuar elektorale që ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri, duke damkosur atë si të dënuar ndërkombëtarisht para se të zhvillohej. Ai thekson se rezoluta e Valencias nga partitë e qendrës së djathtë në Europë, së bashku me raportet e vëzhguesve ndërkombëtar, e konsiderojnë shtetin shqiptar një sipërmarrje të përbashkët me krimin organizuar dhe zgjedhje si proces të manipuluar. Rezolutat ndërkombëtare të CDI, IDU, EPP kanë denoncuar publikisht dhe me germa të mëdha shtetin e Edi Ramës si një sipërmarrje e përbashkët me krimin e organizuar. Pasi ato janë njohur me qindra fakte të pakundërshtueshme, kanë konkluduar se shteti aktual shqiptar është një sipërmarrje përbashkët me krimin e organizuar. Berisha akuzon drejt për drejt Edi Ramën për bashkëpunim me botën e krimit, duke përmendur emra konkret si Sara Mila, Ani Durmishi, Blendi Xhapafati dhe Arkend Balla, të cilët sipas tij kanë marrë mira vota fal mbështetjes së bandave dhe patronazhistëve. Ai pretendon se 28 deputet janë futur në parlament nga grupet kriminale me urdhër politik, ndërsa përmend përdorimin e fondeve shtetërore, legalizime dhe patronazhiste si mjete për blerjen e votës. Në presupozimin e pjesëmarrjes në parlament, votimit, deklarova që ne votojmë dhe do votojmë vetëm ato ligje që kanë të bëjnë me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky ka qenë. Unë nuk thash se a do marrim apo s'do marrim, por unë thash në rast se ne marrim, ne do votojmë vetëm këto. Se ato nuk e vendosin, ato vendosin forumet, do ketë diskutim forume, do ketë, këto janë zgjedhjet. Këto janë farsë, nuk janë zgjedhje. Këto janë farsë elektorale. Janë farsë elektorale ndërkombëtarisht e damkosur si e tillë para se të zhvillohen. E faktuar totalisht nga vëzhguesit ndërkombëtar në raportet e tyre paraprak. E faktuar. Pra, ky është realiteti sot. Problemet që lidhen direkt me integrimin dhe zgjedhjet e lira të ndershme. Kjo është kërkesa jonë për cilën do të luftojmë me të gjithë mbështetësit tanë dhe të gjithë miqtë tanë në Europë dhe në botë. Ish kryeministri kërkoi formimin një qeverie teknike në një agjend të kufizuar që përfshin integrimin evropian dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Ai dënon presionin ndaj vëzhguesve ndërkombëtar dhe cilëson qeverinë aktuale si një regjim autoritar që ka zgjesuar garën demokratike përmes manipulimit mediatik, frikësimit dhe bashkëpunimit me botën e krimit.